me telefon, më ka dhe kur i shoh 6 muaj nuk më shokët njënë. Nuk më shokët njënë. E bëhat pasjetë të honë, e si o kështu, telefonin e tu, kafën e tu. Ju betohem zotë. Kretë kafën me pagujnë fëshru, jo shokë, për më qërë të loj legali të shetë. Ju betohem zotin s'kam kohë. Nuk kam kohë. Sepse të shkoj i shpirë, se kam 500 punë. Filloj e zbërtej mishin, dhe i këtu, sot të maqinë, njën mangë, edhe tjetër. Për kafën që krejtë thash, ma falin i kafën, nuk e du se s'kam kohë. Edhe shkoj bëj gati gashë, shpejt. Kur shkoj e një shpejt, i kërë gati, se të përrejnë, të riket e gjonë të tjetër, se të vesh tjera. Punë tjera të i prapë. Pra, kështu, ky është bereqeti i Zotit. Të ka ranë dorë mos e shpërgaromo. Punën, shoku, miku i mirë, komshiu i mirë. Një tjetër ka çudit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nëna proset shumë për komshiu. Sa që kam kujtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se do ta kem trashëgimtar në pasuri. Një ilaj e sema dhe. Ishte ai problemi që s'kishte drita. E në ka shumë të lejtë generator. Edhe i thot, e ki shisa dhe generator, ekstra. Thot, sa familje i, thot, 3 familje në 3 vazën, thot, po, kina një komshie, thot, dorën për komshio, thot, 4. Shakja e thot. Unë për komshio, të më shi shpejt, thot, të më hikë, thot. Ja, mund ka që do komshio mirë. Edhe të shte, thot, du që tjetë thot për 4 familje, për 3 nuk e du, për 4 për 3, sepse të t'japë korrent dhe në komshiu thot kur të lije. E kërë të mjë. Për të që vjen xhami, për të që beson Allahu, për të që ka vëzoj më dhe Zot Xhelal, që vjen sot në xhami, ky është standardi që do të kërkojsh edhe të korrish. Dhe po dhe prova kështu, po të them. Se jenë ata ma të mirë në bërë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A doni të tregoj tha, kush është ma i mirë për jush? Po ja Rasulullah në tregojnë. Tha ma i mirë për jush është pajtën, që komshiu i tij është rehat nga goja ti, nga sëu i ti, nga dorta ti, nga kontra ti, nga çdo e keqja e tij, ajo është i sigurt. Edhe prej teji, këtë kërkojmë. Pra mos e ne avlejnë ato 20 metra, si me qenë jashtë, apo emigrant, pa leje pak ma u, leje shteka të jetëri, ma është i keqër gojë, nga të lorë shumë i keqë. Bëhën të shumë i mirë, a i bëhën të gjysë më i mirë. Pra herë në parë të filloj shtik, a besa të lorë. A në djekë pejgamberi në Zotit, ti do vjetë është i pari. Edhe në familja të, ti si bu. Edhe atë gjurë me do, të bësht mirë. Edhe atë fëmijën e mirë, fëmijën e do, të bësht mirë. Ama ti është, më po e të rëgoj rast të babajt të më rëmë me di posfiri. Ishte kohë vështirë, rrët viteve 7-10, ishin familje madhe, edhe në mjesë pojnë një valë me trana, e di një gjithë që është. A i gjithë mona të ke valë e ule i funej, se ishe i pari shpejës, i parë për 26 vetëm. Edhe ule i fundi, edhe këmaret që i këpëfonën për ajde ule e s'ka problem pjesa ima të ngetë. Edhe në gjithë në i keni parasysh është e pak gjithë atë, a i sahabë të zonë e gojtë, i pari shpejës. I pari shpejës. Kur unë është i gjeni parë shpije, po ma të kohë, më të valin, gotë në rakisa dhe, atë krahanon e pulë se ka unë zheri pare dhe, qatë ngeri pra të tjerë dhe, i do këj hisët në fare shokët ose, do t'i pika pak me alkoholet të dhëmë, këj i parë shpije. Kur të dush,
familjen e ke shpërdor. I ke prerë lidhjet me Zotin që të gjallë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithsej 2 ose 3 herë mund të jetë ladruar. 2 ose 3. Gjamia. Edhe i kjerë është ladru kur ka folë për familje. Ka thonë, sellu një mirë në familje dhe juja, sepse unë jam maj mirë në familje të time. Ka ladru edhe hake ka, a i mund ladruhe për shdo zonë. Por nga natyra ka qenë shumë i thjesht, shumë modest, edhe u ladruhe dhe maj mirë në familje të time jam unë. Edhe dhe po është maj mirë në familje. Nëse të me garantohu familjen, ma përpara garantohu edhe të atë. Njoni që ka martuar, me vë pasha, me regullat forta, me zakonet forta, edhe i kom një 4-5 fjallë i thotë bashkëshortës. Urdhroj thotë. Punë e parë herë thotë, tu që të maruj shkëtyrë thotë. Mos vazhdo më i thotë shorje. Kështu të duhet. Unë të duhet fytyrë të dhe. Fytyrë të dhe rujë vetë. Nuk të rujë në fytyrë. Asë nderi, asë marë. Te fytyrë të dhe rujë vetë. Mi për këtë kështë në gjuhë të rështu si shprejhe si fjallë. Edhe marujë fytyrë. Si të rujë fytyrë? Ska punë në rujë fytyrë. Te rujë fytyrë të dhe. Në qofë se të jej regull dhe nuk thërë shtigjet e huja dhe betohën Zotin